Xhirimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Alfa Baza Golf Alfa Charlie 3 njofton se jemi në patrullim në lagjën Kurilla në lokacionin e quajtur Bajer, ku dyshohet se disa të rinj atë lokacion i shfrytëzojnë për përdorim të plantëve narkotike. Mozil, rrit gërë, gërë. Pa kini diçka policit? Jo. Ha? Jo. Pe drogën e sen? Jo. Jo, a? Te në shtu sen? Po, ka. Erol, veç ti marrë dorë, zot, Erol. Hajde ti gjatë, gjeni është qunin. Kësa jo, këtë. Habi ku. Si po shihet, është këtu një farë sasi e narkotikut, e llojit marijuan. Do thotë janë përdorus të narkotikut. Ku keni sasin tjetër? Alfa Baza Charlie 3 duke patrolluar në lagjën Kurilla, vendi është i quajtur Bajer, kemi hasë në 2 të ri të parkuar në një vetur dhe është gjetë substancë narkotike. Do të na dërgoni një autobarqe mbi Kurill. Do të tërhekim veturën dhe t'i shoqërojmë këta 2 të rinjt në stacion. Si kuptohet Alfa Baza mesazhin e Golf Alfa Charlie 3? Alfa Baza ka arritur autobarqja, do të tërhekim veturën nga vendi ngjarjes dhe do të vinë drejtim stacionit, së bashku me 2 të dyshuarit.
dyshuarit të cilët është hasëm apo sekuestruar në lanë narkotike, i s'kemi sjellur apo i kemi shoqëruar dhe në stacionin policor. Tash e kemi njoftuar edhe një sitin përkatës antidrog, të cilët do të mirën me rastin dhe do të vazhdojnë me hetime të më të tjera.